Ka qenë shkatrimi i drejtësisë. Pse ka qenë? Ka qenë sepse tani tema se i rithemi se ne do themi realitetin. Realiteti nëse ne s'marrim shërbim do ta rithuash ti. Reforma Nëse hartat ka dhënë probleme, po patjetër do e rithuash. Reforma drejtësi u bë që qytetarit do i qëndrojnë pikave fiks çka ka thonë. Është bërë, ka qenë dy pikat kryesore, sepse ka shumë pika. Ka qenë aksesi në drejtësi, afrimi i qytetarit me gjykatën, mbarimi i gjyqjeve në kohë dhe lufta ndaj korrupsionit. Pra këto ishin pikat kryesore. Tani, me dhënë drejtësi më dha, të kishim një drejtësi efektive në kohë edhe në thelb, jo të përcip. E nisën me 16.000 dosje fondacioni Soros, ky ishte propaganda Sorosit. Keni 16.000 janë shumë, tha. Do të qojmë zero, do ketë dosje të bardhura. Sot ne kemi arrit 200.000 dosje në dorë. Tani këta persona që e bon, shkencëtarët, kanë apo jo përgjithësi, shkencëtarët e reformës në drejtësi. Dhe të ligji... Jo, se ka thonë Zhveku, që më duhet mua se qa theme e qa po ju unë. Ore, po qa kërkon ti? Ti ke shkatru shtetin, pra ti që ke shkatru shtetin, ky është puç. Pra tamam dhe njerë edhe e kom përmen. Ky është puç, puç ndaj sistemit drejtësisë. Dhe italianët që vinë këtu, që janë të ONM-ja, në vend na tregojnë se qa ndodh në Itali, që u vu gardi, vjen këne dhe i fusin sharën këne. Pra ne kemi një tujt ndryshe, ose ndërkombëtarët, ndryshe bëjnë vendin e vetë, ndryshe bëjnë këtu. Pra kemi një parim ndryshe. Edhe sot, edhe të spagu e tjerë, duhet të trajtohen, si shta thash edhe rastin, duhet të trajtohen gjithë njësoj para ligjit. Si shu trajtu, kërë rast shifen dhe lagje, edhe rastet tjera. A ka afera seksuale? Ka. Pra, të në nëcani ju këta. So unë si di për shëmbull ti di. Po ka me di